Të nderuar, të respektuar, të dashur besimtar, vëllezër dhe motra. Në radhë kemi surën Muhammed, një sure medinase prej 38 ajeteve, e cila ka marrë emrin Muhammed, emrin e të dërguarit të Allahut Gjelleshanu, të dërguarit të fundit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Për faktin që kjo është një sure medinase, automatikisht kjo sure në brendësi të saj shpall një të vërtet madhështore që i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salam është tashmë midis jush në Medinë. Po pse pikërisht ky emër në Medinë i emërtuar i kësaj sureje? Sepse në Medinë jetonin fiset hebreje, që Kurani i quan ehlil kitab, të zotët e librave hynor, dhe hebrejt si libër hynor zbatonin Teuratin që ishte shpallur Musait alayhi salam. Hebrejt në fakt një nga arsyet thelbësore që ndodheshin në Medinë, se në fakt kur shikon rrjedhën historike, pse duhet që hebrejt të shkonin në Medinë? Gjithë historia që me hebrejt tregohet në Musain alayhis salam tregohet për një udhëtim nga Egjipti drejt Palestinës. Por në Medinë pse? Kjo është një çështje shumë e rëndësishme që duhet kuptuar nga ne. Është fakti sepse hebrejt në librat e tyre të mëparshëm, të cilat Allahu Gjeleshanu i përshkruan shumë mirë, alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ne, thot Allahu Gjeleshanu, atyre të cilët i kemi shpallur librin, pra Teuratin më konkretisht në këtë rast, sepse në Medinë ekzistonin fise hebrej dhe akoma nuk kishim të bënim me të krishterët, dhe atyre që u kemi dhënë Teuratin, i kemi shpallur librat, ata e njihshin Muhamedin më mirë se që njohin bijtë e tyre. Ata e njihnin Muhamedin më mirë se që njohin bijtë e tyre. Si e njihnin ata Muhamedin? Sepse Muhamedi alayhis salam ishte i përshkruar në Kur'an, ishte i përshkruar në Teurat, ishte i përshkruar në Teurat me të gjitha cilësitë e tij. Biles ishte i përshkruar edhe vendi ku ai do të dërgohej si profet. Dhe duke qenë se shenjat po afroheshin dhe në përshkrimet e tyre Muhamedi alayhis salam do të dërgohej në një zonë kodrinore e pasuruar me palma hurmesh, atëherë hebrejt duke parë të gjitha të zonë dolën në konkluzionin që i dërguari i fundit me të gjitha shenjat që përshkruan Teurati do të dërgohet në Medinë. Dhe çfarë bën? Emigruan në Medinë për të pritur profetin e fundit. Dhe në fakt janë dy fise të mëdhej, Eus dhe Hazrec në Medinë, të cilët në bashkëpunim me arabët e Medinës, mirë që u armiqësuan me njëri tjetrin, por një nga kërcënimet kur bënin luftra me arabët pikërisht këto hebrej, ishte kjo fjalia: ju keni për ta pësuar në momentin që do të vi dërguari i fundit, dhe ne me anë të tij kemi për të dalë triumfator mbi juve. Dhe arsyeja pse pikërisht kjo sure shpallet në Medinë dhe me këtë emër madhështor të emrit Muhamedit alayhis salatu wassalam, ishte pikërisht ky mesazh i thelbësor. Ja pra profeti që ju keni pritur kaq e kaq kohë dhe e keni të shkruar në librat e juaj të shenjtë, erdhi dhe është midis jush. Pranojeni Muhammed Rasul Allah, pranojeni Muhamedin e dërguarit të dërguarin e Allahut. Por hebrejt nuk e pranuan për vetë faktin sepse ai nuk doli prej sojit të tyre, po doli prej arabëve dhe e kundërshtuan me të gjithë fuqitë e mundshme që kishin. Dhe pikërisht ky fakt tregon gjithashtu se për shembull ka dhe një ngjarje në një prej sahabëve profetit alayhis salam që e vërteton këtë që sapo thash unë tashmë, që e ka treguar me gojen e tij, është sahabiu i nderuar Selman el Farisiu,
i cili e tregon të gjithë udhëtimin e jetës së tij për të gjetur të vërtetën, për të gjetur hyjnoren, për të gjetur besimin e pastër, sepse pothuajse i gjithë njerëzimi në atë kohë ishte i mbytur në idhujtari, ishte i mbytur në shirk, besonin zotra të rrem përpos Allahu xhaleshanu. Dhe ky njeri kërkonte të vërtetën dhe ka udhëtuar kish me kish, ka udhëtuar duke takuar priftëri të ndryshëm që ishin duke ruajtur besimin e pastër monoteist. Dhe pikërisht mbasi vdiste një prift, ky e orientonte për tek një tjetër, ai tjetri tek një tjetër, dhe kështu gjatë gjithë udhëtimit për të gjetur të vërtetën, këto priftëri e udhëzuan Selman Farisiun që të drejtohej për të gjetur profetin e fundit që do të vinte, derisa ai pikërisht do të përfundonte në Medinë, ku më pas prej shenjave më thelbësore që i kishin mësuar priftërit, që vërteton fjalën e ajetit që e njihnin më mirë profetin se sa djemtë të tyre, ishte kur Selman Farisiu e provokon profetin a.s. 2 herë me dhënien e dhuratës dhe dhënien e sadakas. Kur i dha hurma dhe i tha: "O Muhammed, këto janë sadaka për ty", pa që Muhamedi a.s. këto hurma ja shpërndau të tjerëve, po vetë nuk i hëngri, sepse ata i kishin thënë që i dërguar i fundit han dhuratën, por nuk han sadakan. Dhe herë në dytë kur shkoi dhe i tha: "O Muhammed, kjo është një dhuratë për ty", Muhamedi a.s. i shpërndau të tjerëve, por hëngri dhe për vete. Dhe kështu u miratuan fjalët e profesorëve të tij të hershëm që ishin priftëri. Po ashtu i thanë që midis 2 shpatullave ai do të ketë vulën e profecisë, ka pasur një nishan të veçantë i dërguari jon Muhamedi a.s. Dhe kur një rast ky po u lumtonte profetin dhe profeti e pa që ky po kërkon të shohë vulën e profecisë, e zbulon shpatullën e tij dhe ai siç e shikon pikërisht vulën e profecisë profetit alayhis salam, shkon dhe e puth me të madhe dhe dëshmon: "Ashhadu annaka rasulullah", dëshmoj se ti o Muhammed je i dërguar i Zotit. Dhe gjithë ky fakt dhe gjithë ky njeri dhe gjithë kjo histori që tregohet me detaje në librat tonë, tregon për faktin sepse Muhamedi është i dërguar i fundit, o ju hebrej që shkuat në Medinë për të pranuar këtë profet, tashmë pranojeni atë. Por dihet që shumica e tyre nuk e pranuan përveç një pakice. Sepse të dashur besimtar, pranimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam si të dërguarin e fundit, pikë së pari, çfarë ligji sjell shfuqizimin e profetit para tij dhe librin para tij. Sepse Islami me dërgimin, pra Muhamedi alayhis salam si dërguar me Kur'anin, me fen islame, sheriati i fundit që Allahu do që të praktikohet nga njerëzit në tokë është Islami. Inna dina inda Allahi al-Islam. Feja vetëm e pranuar tek Allahu është Islami. Çfarëdo që të besohet tjetër dhe të pretendohet si e vërtet, Allahu e ka udhur poshtë këtë gjë, sepse me dërgimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam shfuqizohen ligjet e mëparshme, shfuqizohen profetët e mëparshëm dhe pranohet profeti i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo ishte ftesa e Kur'anit në Medinë për ehlil kitabët, pra edhe për hebrejt, po edhe për të krishterët më pas, kur Islami do të përhapet në tokat e krishtera. Pranimi Muhamedit alayhi salatu wassalam të dërguar, të dashur besimtar, si të dërguar të Allahut, në të njëjtën kohë është siguri e pranimit të veprave tona. Çfarë do të thotë siguri e pranimit të veprave tona? Sepse veprat tona pranohen vetëm nëse janë në përputhje me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thuaj ti sa të duash që unë i falem Zotit, por nëse nuk të falesh në mënyrën se siç është falur Muhamedi alayhis salam, ajo vepër është e papranuar. Thuaj sa të duash ti që unë do të adhuroj Zotin, por nëse e adhuron në një mënyrë që nuk e ka praktikuar Muhamedi alayhis salatu wassalam, ajo gjë është e refuzuar. Kështu që ndjekja e Muhamedit alayhis salatu wassalam dhe sunetit e tij është për argumenteve të pranimit të veprave që tashmë besimtari e jeton jetën pikërisht me shembullin thelbësor që e dërgoi Allahu xhaleshanu, që është për ne i dërguar i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo sure ka marrë emrin për ajetit të dytë po të surës Muhammed, ku Allahu xhaleshanu thot:
walladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nazzala ala Muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Ndërsa atyre që besuan, bën vepra të mira, pra besuan dhe bën vepra të mira në të njëjtën kohë, besuan atë që u shpall Muhamedit alayhis salam, sepse ajo është një vërtet për Zotit të tyre, këta njerëz që e besojnë këtë gjë dhe e besojnë Muhamedit alayhis salatu wassalam, do të shlyen gjunahet e mëparshme dhe ka për t'ju përmirësuar gjendja e tyre. Dhe ky është një nga përgëzimet më të bukura të pranimit të dërguarit të Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si profetin ton të fundit, sepse ky ajet tregon se me pranimin e Islamit e shkuara zerohet. Me pranimin e Islamit njeriut i fshihen të gjitha gjunahet dhe me pranimin e Islamit nga i moment e më mbrapa njeriu është përgjegjës për të gjitha veprat që bën dhe për veprat që nuk bën. Për ato që bën do të marri shpërblimin e veprave të mira dhe dënimin e veprave të këqija, po edhe për ato që nuk bën, që nuk sjell në zbatesë urdhëresat e Allahut xhaleshanu, ai do të jap llogari para Allahut subhanahu wa taala, sepse ti nuk e zbatuar fen e Allahut në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të dashur dhe të respektuar besimtar, nëse do ta përmbledhshim në dy aspekte thelbësore, dërgimin e Muhamedit alayhi salatu wassalam dhe qëllimin e dërgimit të tij, atëre është e pamundur që mos të përmendim aspektin thelbësor që është ahlaku, morali i lartë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i karakterizuar. Wa innaka la ala khuluqin adhim. Nuk ka diskutim se ti o Muhammed jeni një gradë të lartë të moralit. Tha Muhamedi alayhis salam, jam dërguar vetëm që të përsos moralet e larta. Morali i lartë është një nga punët që njeriu investon me veten e tij, që të jetë sa më i moralshëm, të jetë sa më i drejtë, të jetë sa më njohës i mirë Allahu xhaleshanu dhe zbatimin e urdhëresave të tij në jetën e përditshme në mënyrën më të mirë të mundshme, ky investim do të jetë një nga investimet që do të vlerësohet më së shumti ditën e gjykimit nga ana Allahu xhaleshanu. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Nuk ka diskutim se tek shembulli të dërguarit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shembulli më i mirë, më i përsosur për të ndjekur për atë që beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, që ka për të takuar me Allahun xhaleshanu, le të ndjek shembullin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ta njoh të dërguarin ton, të lexojmë mbi të njoh moralin e tij, të njoh sjelljet e tij, të njoh të gjitha karakteristikat, sepse siç e përshkroi bashkëshortja e tij Aisha radhiyallahu anhu, kana khuluqul Kur'an. Nuk ka diskutim se morali Muhamedit alayhis salatu wassalam ishte Kur'ani. Kështu që sa herë ne lexojmë Kur'anin dhe shikojmë një urdhëresë aty në atë Kur'an për të zbatuar, dije që pikë së pari atë urdhëresë ka sjell në vend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj edhe ne jemi obliguar që të njëjtën urdhëresë ta sjellim në vend në të njëjtën mënyrë siç e ka sjellur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pika e dytë dhe shumë thelbësore që është e pandashme nga karakteristikat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është robëria ndaj Allahu xhelleshanuhu. Nuk kishte rob më të robëruar në sipërfaqe të tokës dhe nuk do të ketë se si ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai falte namaz sa që një herë bashkëshortja e tij tha: "O i dërguar i Zotit, ty Allahu t'i ka falë të gjitha gjunahet, e shkuara dhe të ardhme, pse e ropton veten, pse e mundon veten, të janë ëjtur këmbët nga qëndrimi gjatë në namazin e natës." Dhe Muhamedi alayhis salam tha fjalën më madhështore: "O Aisha, fa fala kunu abdan shakura." E si mos të jem unë moj Aisha, bashkëshortja ime, rob falendërues ndaj Allahu xhaleshanu. Kështu që robëria ndaj Allahu xhaleshanu ishte një nga karakteristikat më thelbësore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kështu që kushdo që pretendon të ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të shikosh të aspekt të adhurimit të tij. Ati i ëjteshin këmbën nga falja e namazit. Dhe kjo është autokritika numër 1 që gjithë secili i bën vetes së vet. Ku jemi ne me namazet tona të obliguara nga Allahu xhaleshanu? A jemi në rregull me 5 vaktet që na urdhëron Zoti xhaleshanu apo jo?
Nëse pretendojmë se e duam Allahun, e ndjekim dhe e duam Muhamedit alayhis salatu wassalam, namazi nuk duhet të ketë diskutim, të dashur besimtar. Duhet të jetë urdhëresa e cila duhet të sillet në zbatim çdo ditë nga jeta jonë si besimtar. Sepse pikërisht ky është argumenti thelbësor numër 1 që ne jemi ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Një rast, njëri prej sahabëve të profetit alayhis salatu wassalam po i hidhte ujë profetit Zotit, po e ndihmonte të merrte abdes. Profeti alayhis salam mori abdes dhe i tha robit Zotit, shokut të tij, i tha, më kërko diçka dhe unë të ta mundsoj. Dhe pyetja e Muhamedit alayhis salam konsistonte në diçka materiale, se dije që varfëria ishte e përhapur në kohën e tij. Më kërko diçka që të ndihmoj. Sahabiu i tha, kërkoj xhenetin o i dërguar i Zotit. Kërko diçka tjetër, pra nga gjërat të kësaj dynjaje. Nuk dua asgjë o i dërguar i Zotit. Unë kërkoj xhenetin. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha një fjalë të madhe. Nëse ti kërkon xhenetin, atëherë më ndihmo mua me shtimin e sejdave. Më ndihmo mua me shtimin e sejdave. Nëse sejdet nuk janë të shumta në jetën tonë, nëse namazi nuk është në rregull në jetën tonë, atëherë si ne jemi në rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky është morali numër 1 që duhet të tregoj dhe të përmirësoj besimtari musliman. Nëse flasim për gjëra madhore që duhet jemi kështu si muslimanë, duhet jemi ashtu, ndryshimi vjen nga vetja, ndryshimi fillon me praktikimin e namazeve ditore. Të jesh besimtar dhe ndjekës i Muhamedit alayhis salatu wassalam, do të thotë të jesh pjesë e këtij ajetit që e përshkruan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që kështu i përshkroi Allahu shokët e tij. Pra nëse duam të jemi pjesë e jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të marrim karakteristikat dhe cilësi siç i kishin shokët e tij, të lexojmë këtë ajetin që kalon në surën Fat, ajeti i fundit në surën Fat. Muhammedur Rasulullah. Nuk ka dyshim që Muhamedi është i dërguari i Allahut. Walladhina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamahu bainahum. Ndërkohë ata që janë me Muhamedit alayhis salam, sahabët dhe ata që pretendojnë që ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, janë të ashpër me kufrin, janë të ashpër me kufarët, me mosbesimtarët. Që do të thotë, ashpërsia konsiston që kurse një besimtar musliman që ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e pranon atë si të dërguarin e tij, nuk mund të ketë kompromis me të keqen, nuk mund të ketë kompromis me jo besimin, me mosbesimin, me shirkun, me idhujtarin, me besimet e kota, me amoralitetin, me çthurjet. Jo, ashideu alel kufar, janë të ashpër ndaj të gjitha këtyre fenomeneve që simbolizojnë kufrin. Ashpërsia do të thotë që ti, si tha profeti alayhis salam, nëse ke mundësi ndaloje atë me dorën tënde, nëse ke mundësi pengoje atë me gjuhën tënde, me fjalën tënde. Pra vinu në praktik, sepse nuk mund të barazohet besimi me jo besimin. Por nga ana tjetër, pikërisht këta janë ruhamau bainahum, janë të mëshirueshëm me njëri tjetrin besimtarët. E mëshirojnë njëri tjetrin, e falin njëri tjetrin, e justifikojnë gabimin e njëri tjetrit. Edhe pse bëjnë gabime madhore, pikërisht ata përsëri mbajnë kontakt, flasin, nuk rrinë zemrat më shumë se 3 ditë. Kjo është cilësia e të qenurit të mëshirueshëm me njëri tjetrin. Ka rënë vllau jot dhe ti ja zgjat dorën për ta ngritur. Kjo është cilësia që i përshkruan Allahu xhaleshanu pikërisht këto besimtarë. Dhe thot, të rahum rukkan, sujgjede i yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Pikërisht këta që janë ndjekës të Muhamedit alayhis salatu wassalam, do të shikosh në ruku ti ata. Ata do të bie në ruku. Do të shikosh ti ata në sejdë me kokët e tyre në sejdë, sepse yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana, sepse gjatë gjithë jetës së tyre janë në kërkim të mirësive dhe kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala. Janë në kërkim të kënaqësisë dhe mirësisë së Allahu xhaleshanu. Nuk i intereson asgjë tjetër. Pikërisht ky është përshkrimi i besimtarëve të dashur besimtarë, që besimtarë që janë ndjekës të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhe fytyrat e tyre kanë shenjën e sejdës së tyre. Fytyra e besimtarit ka shenjën e sejdës. Mirësia që të karakterizon më pas
si një besimtar që je. Ke shenjat e sejdës në fytyrën tënde, në të gjitha sjelljet e jetës tënde të përditshme. Ke shenjat e sejdës në fytyrën tënde, në karakteristikat e tua, në moralin tënd, në sjelljen tënde, në fjalët e tua, në veprimet e tua, ty të karakterizon sejdëja. Sepse sejdja që ti vendos kokën për kënaqësitë Allahu xhaleshanu është një ushqim i madh shpirtëror që ti ushqehesh me të dhe më pas e sjell në praktikën e përditshme. Në radh par kënaq zemrën tënde, kënaq shpirtin tënd, lumturohesh vetë me të mirësitë të mëdha që të ka dhënë Allahu, që elhamdulillah na ka bërë musliman dhe më pas këtë mirësi përpiqesh sa ke mundësi ta shpërndash dhe të tjerët. Kjo është pikërisht kuptimi madhështor i kësaj sureje të dashur besimtar, që ta pranosh Muhamedit alayhis salatu vesselam si të dërguarin e fundit, si më të dashurin e Allahu xhaleshanu ndër të gjithë njerëzit. Aq i dashur është sa që Allahu e bëri barazvlefshëm shahadetin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Allahu na bëf që të jetojmë me këtë fjalë, ta praktikojmë këtë fjalë në të gjitha drejtimet e jetës tonë dhe që është më rëndësishmja, Allahu xhaleshanuhu na bëf prej tyre që vdesin me këtë fjalë, ndajmë nga kjo botë me besim të sinqert, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma amin wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli.